me historinë që ne ikim, ne zvim, ne zvotojmë, ata të shohin punën e vet, ne do shohim punën tonë. Për të rikthyer tek përgjigjja e pyetjes tuaj, ne do të presim reflektim nga ana tyre, është një vendim emocional, i mirëkuptueshëm në kushtet e javës së kaluar, por besoj që emocionet do t'u kalojnë edhe pas gjelit detit edhe baklavas. Lutem, të na mbroj. Dhe në janar, për shkak të mbylljes së sesionit, me fillimin e sesionit të ri, ti rikthehen punës. Pra, në rast se ata mendojnë që mund marrin peng komisionet për shkak se komisionet janë bipartizane me barazi mes pakicës dhe shumicës, atëherë ne do respektojmë vullnetin e shqiptarëve, të cilët kanë caktuar se kush është shumica dhe kush është pakica. Pakica nuk e merr dot peng nevojën e reformës, ndërkohë që gatishmëria jon për të ulur me opozitën për çdo çështje mbetet e njëjtë